Kryetaria e Alternativës, Mimoza Kusari Lila, ka folur për propozimin e kreut të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, që ajo të ishte ministre e tregtisë dhe industrisë në qeverinë Kurti 3. Në emisionin DPT te Fidani, tregoi se ideja për përfshirjen e saj në ekzekutiv është diskutuar që në prill, por fillimisht ajo nuk e ka pranuar ofertën për një tjetër dikaster. Prej fillimit nuk kam pasur ndonjë kërkesë, kam pasur një bisedë me kryeministrin Kurti që në muajin prill, kur më ftoi të më informoj se më shesi pjesë të ekzekutivit. Kemi biseduar për një dikaster të cilin fillimisht nuk e kam parë si të profilit tim. I kam thënë, kryeministër, unë se shoh veten në këtë dikaster, të cilin s'po e bëj publik. Ai më ka lutur ta mendoj. E kam menduar dhe të nesërmen i kam thënë përsëri jo, ka rrëfyer Kusari Lila. Ajo shtoi mëtej se pas kësaj Kurti i ka bërë një propozim tjetër për Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë që ajo e kishte udhëhequr dikur. Mandej ka ardhur me propozimin tjetër, që është një dikaster që unë e kam drejtuar para 14 vitesh, kur e lash për të garuar si kryetare në Gjakov. Është një fushë e profilit tim, prandaj nuk e kam refuzuar, por siç e pam nuk kaloj bashkë me gjithë kabinetin qeverisës, deklaroi mëtej Kusari Lila.